Për të verifikuar të dhënat e drejtorit të përgjithshëm të tatimeve, Vetting i bëri një kërkesë zyrtare Inspektoriatit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit Interesave për formularin e vetdeklarimit dhe deklarimin fillestar të pasurisë. Institucionin që drejtohet nga Evgjeni Bashari dhe dirigjohet nga sekretari i përgjithshëm Arber Basholli, prej 8 muajsh i ka bërë blok redaksisë Vetting, duke mos dorëzuar asnjë dokument të zyrtarëve të lartë në shkelje të hapur të ligjit. Në rastin e drejtorit përgjithshëm të tatimeve, ILD-KPKI-ja duhet të kishte verifikuar deklarimin e punësimit në momentin që Binaj ka bërë vetë deklarimin. Ligji e ngarkon inspektoriatin jo vetëm të di se çfarë ai person që bëhet titullar ka si rrethana rreth konfliktit interesit, por dhe të investigoj në lidhje me rastin, pra në mënyrë administrative të gjejë informacion se çfarë konflikti interesi mund të ketë ky titullar. Përpara se të ndalemi tek 2 kompanitë e familjes Binaj që tregojnë konfliktin e vazhdueshëm të interesit nga krye tatimori, Vetting ka zbuluar një tjetër konflikt interesi që implikon drejt për së drejti ILD-KPKI. Sipas deklarimit të pasurisë për vitin 2024 të dhënat të siguruara nga Spending.al, platforme AIS-it për deklarimin e dytë dhe jo të parin, Binaj i ka deklaruar në Inspektoriatin e Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit Pasurive dhe Konfliktit Interesave se nga 1 janari 2024 deri në fund të dhjetorit 2024 ka qenë i punësuar te kompania ndërkombëtare e auditimit Crowe LLP. Nuk mund të jetë një shtet i dy punësuar, edhe aq më tepër ku ka një rol drejtues të një institucioni, sepse do të pengonte mbarvajtjen e punës në atë pozicion pune që ai ishte emëruar. Nëse deklaron që nuk ka biznes, në detyrimin e përgjithshëm të tatimeve ka struktura të cilat verifikojnë të formular dhe mund të konstatojnë që X punojës i administratës shtetërore rezulton të ketë një biznes diku tjetër. Pra, me ligj, kjo nuk lejohet. Sipas formularit të dorëzuar në ILD-KPKI, Binaj ka patur të ardhura në vlerën $53.000 vitin e kaluar. Por problemi është se drejtori i përgjithshëm i tatimeve nuk mund të jetë i dy punësuar, aq më pak të një kompani auditimi ndërkombëtare, e cila ka edhe një deg të saj në Shqipëri. Ligji për procedurat tatimore, numër 9920/2008, neni 26, ndalon që drejtuesit e administratës tatimore të kenë çdo formë punësimi apo përfitimi financiar nga kompani private. Me sa kuptova, ka filluar si titullar në vitin 2024, po deri në fund të 2024 ka vazhduar, ka punuar te kjo kompania. Pra, kemi një periudhë kohore ku ai punon në një kompani dhe në një institucion publik. Pra, në këtë rast është e vërtetë që nuk lejohet, dhe e dyta për më tej, kemi dhe shkeljen tjetër që punon në një kompani e cila krijon konflikt interesi sepse është kompania auditimi financiar. Pra, kemi shkeljet në mendimin tim të dy ligjeve, të ligjit për shmangjen e konfliktit interesës dhe të ligjit për mos lejimin e dy punësimit në rastin kur jeni titullar në një institucion publik. ILD-KPKI-ja duhet t'i kontrollojë, nuk do t'i lënë vetëm në fazë deklarative. Fakti që krye tatimori ka deklaruar se ka qenë i punësuar në Crowe LLP edhe gjatë periudhës kur drejtonte tatimet, është shkelje drejt për drejt e këtyre ligjeve. E thënë thjesht, zoti Binaj nuk mund të jetë njëkohësisht i punësuar në shtet dhe punonjës si një kompani e kontabiliteti që operon në fushën që ai vetë kontrollon. Ligji për parandalimin e konfliktit interesave numër 9367/2005, neni 3, ndalon që një funksionar publik të ketë lidhje financiare me një kompani që ka aktivitet në të njëjtën fushë që ai mbikëqyr. Crowe LLP është kompani ndërkombëtare e kontabilitetit dhe auditimit dhe drejtoria e tatimeve kontrollon pikërisht këtë sektor në Shqipëri. Pra, drejtori ndodhet në një konflikt interesi të pastër si drejtues në administratën publike, pasi duhet të mbikëqyr profesionin që e ushtron vetë. Edhe pse krye tatimori është i punësuar në kompaninë MØM jashtë Shqipërisë, kjo nuk e shmang konfliktin e interesit. Crowe LLP, e cila ka deg të licencuar në Shqipëri, të regjistruar si pjesë e rrjetit ndërkombëtar Crowe.
kjo ngelet për të verifikuar. Nëse ai ka qenë i dypunësuar dhe ka qenë në konflikt interesi, ILTKPI-ja patjetër që duhet të fillojë një hetim dhe të merren dhe masat e duhura nga ky institucion për veprime apo mos veprime që bien ndesh me detyrën. Edhe pse Krye Tatimori është i punësuar në kompaninë MØM jashtë Shqipërisë, kjo nuk e shmang konfliktin e interesit. Crow LLP, e cila ka deg të licencuar në Shqipëri, të regjistruar si pjesë e rrjetit ndërkombëtar Crow. Ligji nuk dallon nëse marrëdhënia është me degën shqiptare apo me kompaninë MØM. Mjafton që ekziston interes ekonomik te një subjekt që vepron në territorin shqiptar. Kjo do thotë se çdo vendim i binajt si drejtor tatimesh mund të perceptohet si ndikuar ose i pambështetur në paanshmëri. Ligji për deklarimin e pasurive dhe interesave private kërkon që çdo zyrtar të deklarojë saktësisht marrëdhëniet financiare që mund të krijojnë konflikt interesi. Në këtë rast, drejtori ka deklaruar thjesht të ardhurat nga paga në Crow LLP pas specifikuar që kompania ka deg aktive në Shqipëri dhe kjo mund të përbëjë deklarim të pjetshëm ose të rrem, që është vepër penale sipas nenit 257B të Kodit Penal. Përgjegjësi të rëndë në këtë rast ka edhe inspektoriati që drejtohet nga Evgjeni Bashari, pasi në momentin që Krye Tatimori Binaj ka bërë deklarim për 2 punësim, duke qenë edhe pjesë e administratës tatimore, ILDK-PKI-ja duhet të kishte filluar hetimet dhe të merrte masa. Por ky mund të mos jetë deklarimi i parë i zotit Binaj, pasi konflikti me kompanitë e familjes hapin shtigje me kompani offshore dhe koncesionet problematike. Në Shqipëri dega e kompanisë Crow LLP është Crow AL dhe ka kontratë auditimi me institucione shtetërore si Qendra Studentore 1 dhe operatori i sistemit të transmetimit OST. Në rast se ky funksionin publik do ta përdorte për t'i dhënë ndonjë benefit saj kompanisë ku ky punon, ku ky merr edhe të ardhura private për veten e vet, atëherë do ishim edhe në kushtet e shkeljes ose e keqpërdorimit të detyrës. Çdo punonjës i administratës, e sidomos i administratës tatimore, nuk lejohet të ketë 2 biznese. Pra, të punojnë në shtet edhe të ketë biznes privat. Jo është shkelje e ligjit.